Deri të premte në orën 10 nga pjesa e pakove me flet votime që janë sjellur në Kosovë, procesit të vlerësimit janë nënshtruar më shumë se 9.800 prej tyre, prej të cilave janë aprovuar më shumë se 7.240, ndërka që janë refuzuar rreth 2.570. Arsyeja më e shprehur se pse janë refuzuar këto pako është sepse në 2.500 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi i regjistruar e pranon nga KSZ. Më 11 dhe 12 nëntor, nga kutit postare të KSZ-s në 22 shtete të ndryshme të botës, është bërë tërheqja 13.084 pakove të supozuara me fletvotime, të cilat i takojnë votimit me post jashtë Kosovës në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave. Deri më tani, pjesa më e madhe e tyre janë sjellur në Kosovë.